Më shumë se gjysma e gazetarëve gra në Kosovë kanë përjetuar abuzim apo ngacmim në internet. Shifra prej 61% del nga raporti i Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, i realizuar në bashkëpunim me UNMIK-un dhe misionin e OSBE-s në Kosovë. Raporti i titulluar nga analiza në veprim, fuqizimi i lidershipit të grave dhe luftimi i dezinformimit gjinor në Kosovë, nxjerr në pa një problem që vazhdon të jetë i pranishëm në hapësirën publike dhe veçanërisht në rrjetet sociale. Drejtoresha ekzekutive e AGK-s, Getoarb Mulliqi, e cilësoi shqetësuese shifrën prej 61%. Shifra e parë që du me e përmend, që është këgja alarmante, është se 61% e grave që janë anketu kanë deklaru se kanë përjetu abuzim ose ngacmim online lidhur me punën e tyre profesionale. 61% është një shifër shumë e madhe. Gratë që kanë përjetu abuzim online kanë raportu se janë shënjestru me informacione të rreme, edhe që kanë për bazë gjinin e tyre, edhe shpesh deklarojnë se nuk janë sulmuar për shkak të punës së tyre profesionale, mirë po për shkak të gjinisë së tyre, edhe gjithmonë aspekti personal është prezent. Për gazetaren Ardiana Thaçi Mehmeti, përvoja e fundit me sulmet online ishte veçanërisht e rëndë. Kjo hera fundit që më ndodhi këtë vetë, nuk ka qenë ndoshta më rëndë se sa herën e parë. Për faktin që më nuk kam qenë e gatshme të përballem me një presion të tillë, jo për shkak të frikës, por për shkak të asaj që ndoshta nuk e kam trajtuar me kohë, asaj psikologjikës, asaj brenda meje që ka ndodhur gjatë 2 viteve të ballafaqimit me rastin e Alkingsit, pikërisht për shkak se tashmë më janë rritur fëmia, kam disa fëmijë të cilët nuk duan as ti përmend në konferenca për media. Edhe përfaqësuesja komunitetit rom, Gynesh Veshall, tha se komentet fyese në rrjetet sociale vazhdojnë të jenë problem, ndërsa kërkoi më shumë reagim dhe intervenim institucional. Tash e disa vite jemi të ballafaqu si komunitet me komente fyese në rrjetet sociale që vazhdimisht jemi të avoku për marrjen e masave të këtyre gjanave. Kemi pas edhe bashkëpunime të vazhdueshme me AGK-n. Përtej shifrave, dëshmitë e gazetarëve tregojnë se pas çdo profili, komenti apo sulmi online, qëndrojnë një njeri, një familje dhe një profesioniste që përpiqet të bëjë punën e saj në një mjedis gjithnjëmë sfidues.